prind i kena pas, se unë e prind ju tham se prind e shokut edhe prind e me kanë qenë, se mi kanë rritë fëmijët, mi kanë dasht, më kanë dasht, i kum dasht, edhe kemi kalu... Sa mirë që kemi njohje ka shtë madhe kemi kalu mirë, pasha që kitë ujë, kur fjallë në ru nuk kena, kur kërkush me kërka. Kemi kalu tepër mirë. Edhe ju kanë respektu shumë, bilet, ju kanë thënë që kemi një nuse evropiane, mentalitet të hapur, të shkolluar. Shumë, se mo vjerit agi kena thonë. Aj më ka dash tepër, oj bi, a u mësove, më thëjke, dike që une ku marë në Kalabalëk, vajtë isha... Po mundorna, isha shumë spontane, qeltë, isha po mundorna, nështë mësosht, e u mësova. Edhe jam kujdes për ta, deri në pikë të fundit, deri në fund, me terapia, me kreti, kanë pas me gjitha qka është dashtë me i bo. Qka kena mujtë kena bo për ta, faleminderit për shokut, shumë u konë, edhe a i sjellë shumë. I kena bo bashk, kur se kemi, adin, qka po bojmë, ape qojmë kontrol këtu, ape qojmë Shkop, ape qojmë Kumanov, ape qojmë Prishtinë, jemi marrë vesh, i kemi bajt, i kemi kontrolu, i kemi mjeku, kanë shku të knasht prej neve, na të knashën me ata. Ajo është më rëndësishme. Inshallah, janë banor gjenetit, jetojnë që është mas mirë të në të botë, se Pollët që është ajo botë, duhet me konë, duhet me pas dëshka. Dhe i bale, me gjithë këto përvojnë si mami, si duken sot mami të vajzat e reja? A janë po aqë të mira, a janë po aqë të gatshme me bo këtë punë me katë zelë, sa e keni bo jo për shembol, ose a keni do një mesazh, do një këshill, qka ju thunë nëse ato të afrohen edhe të kërkojnë a i mendim? A janë ka është gatshme me mësu, ashtu si është po të regon që tash me mamia të reja nuk kam përvoj, nuk e di veç ajo mami që e merë profesionin me shpirt, me zemër, që e merë vetë e zgjedh, ajo ka më konë mami e mirë. Edhe mamijat, kur bohën nona vetë, janë ma të kujdeshme.